Selamu alaikum. Çdo vit përsëritet e njëjta skenë. Para se të shohim rregullat, ne po shohim internetin. Para se të bashkohemi me xhamatin ton, duam të bashkohemi me xhamatin e një vendi tjetër. Ramazani është adhurim kolektiv. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun." Agjërimi është dita kur ju agjëroni, fitri, dita e hajës e bajramit, është dita kur ju të hani dhe kurbani është dita kur ju t'i therrni kurbanat. Ky hadith është i qartë. Dimensioni i agjërimit është bashkësia jote dhe vendi ku jeton, jo individualizmi. Allahu në Kur'an ka thënë: "Ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." Bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe të parëve tuaj. Muslimani në vendin ku jeton është pjesë e realitetit ku jeton, e jo pjesë e vendit ku i mrin interneti. Ai jeton me muslimanët e atij vendi, falet me atë bashkësi, agjeron me ta dhe feston me ta. Të thuash, unë filloj me Arabinë Saudite, ndërsa jeton në një vend tjetër, nuk është bashkim, është shkëputje nga xhamati yt. Madje edhe vetë dietarët e Arabisë Saudite japin fetva se muslimanët duhet të fillojnë dhe të përfundojnë agjerimin me vendin ku jetojnë. Shembull konkret, qendra islame në Vjenë, e cila administrohet drejt për së drejti nga Arabia Saudite, e ka bërë të qartë se Ramazanin, agjerimin dhe teravit do t'i filloje bashkë me muslimanët e Austrisë, e jo me të Arabisë Saudite. Argumentet që flasin për shikimin e hënës i drejtohen Paris udhëheqësve të muslimanëve, jo xhamatit e as ndonjë imamit të ndonjë xhamie. Ramazani është muaj bashkimi, mos e kthen në muaj përçarjeje. Fillo Ramazanin e bekuar me vendin ku jeton, festo me njerëzit me të cilët fal namazin, sepse feja nuk jeton në hartë, jeton në xhamat. Selamu alaikum.